Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka biseduar sot me drejtorin e drejtorisë për zgjerim të Komisionit Evropian Gert Jan Kopman rreth rrugës europiane të Serbisë proceseve të reforma dhe përmirësimit e bashkëpunimit me Bashkimin Evropian. Qëllimi ynë është që të përshpejtojmë reformat në fushën e sundimit të ligjit dhe të përmirësojmë zgjidhjet ligjore në përputhje me standardet më të mira europiane, duke marrë parasysh interesat e qytetarëve tanë dhe stabilitetit si sistemit ligjor, shkroi Vučić në Instagram dhe tha se Serbia po bën gjithçka për të përshpejtuar përgatitjet për hapjen e grupeve të mbetura në procesin e pranimit. Në Prishtinë ka vazhduar gjykimi në rastin kundër 3 serbëve, Dušan Maksimović, Vladimir Tollić dhe Blagoje Spasojević, të cilët u arrestuan pas ngjarjeve në banjë të pandehurit. Spasojević dhe Tollić theksuan se këtë fazë të procedurës do të përdorin të drejtën e tyre ligjore për të mbrojtur në heshtje, ndërsa Maksimović do të paraqesë mbrojtjen e tij. Pas kësaj, seanca u ndërprej në mënyrë që mbrojtja të konsultohet me Maksimovićin dhe seanca tjetër u caktua për 18 mars. Avokati Ljubomir Pantović konfirmoi se Tollić dhe Spasojević do të mbrohen në heshtje sepse qëndrimi i tyre është krejtësisht ndryshe nga ai i Dušan Maksimovićit. Pantović theksoi se në seancën e sotme gjykata pranoi propozimet e mbrojtjes për të pandehurit. Ai theksoi se është e rëndësishme që deklarata përfundimtare të paraqitet në gjykatë në 2 ditë, 15 dhe 20 prill. Gjykata e Apelit në Prishtinë ka marrë një vendim me të cilin dënimi në rastin kundër Dragisha Milenkovićit u ndryshua nga 7 në 5 vjet e gjysmë burgimi. Avokatja Jovana Filipović theksoi se ky vendim përfaqëson një hap drejt një vlerësimi më të drejtë të situatës faktike. Në 16 prill gjykata themelore në Prishtinë dënoi Milenkovićin me 7 vjet burgim për krime lufte. Ai u arrestua në qershor të vitit 2023 në shtëpinë e tij familjare në Kishnic, pranë Graçanicës, dhe ka qenë gjithë kohën në paraburgim. Në seancën e sotme, qeveria e Kosovës miratoi një vendim për themelimin e Këshillit Shtetëror për të shënuar 28 vjetorin e OPP-së ØÇK-s. Kryeministri Albin Kurti, duke hapur seancën qeveritare, njoftoi themelimin e Këshillit dhe theksoi rëndësinë e ngjarjeve në shkurt dhe mars në historinë e afërt të Kosovës. Pa 5, 6 dhe 7 marsin nuk do të kishte 17 shkurti pas sakrificën e familjes Jasharaj, nuk do të kishte festë shtetërore të Republikës pa luftën e UÇK-s për liri, nuk do të kishte paratë të ushtrisë sonë në liri, tha Kurti, thuhet në deklaratë. Kosova nuk do të ketë shërbim ushtarak të detyrueshëm, por planifikon të zhvillojë shërbimin vullnetar brenda FSK-s, tha ministri i mbrojtjes Eyüp Maqedonci, duke deklaruar se qëllimi është forcimi i kapaciteteve rezervë në përputhje me praktikat e NATO-s. Maqedonci deklaroi se koncepti i mbrojtjes gjithëpërfshirës parashikon përfshirjen e qytetarëve në bazë vullnetare, gjë që do të rriste gatishmërinë dhe potencialin operacional, shkruan Telegrafi. Çdo qytetari i Kosovës do të ketë mundësi të regjistrohet dhe të jetë vullnetar në forcat e sigurisë së Kosovës, tha Maqedonci. Miloš Pavković nga Qendra për Politikë Europiane në Beograd beson se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me një udhëheqëse të ri do të ketë kohë deri në zgjedhjet e ardhshme për të konsoliduar, ndërsa kryetari aktual i partisë Ramush Haradinaj, me tërheqjen e tij të paraqitur, ai ka lënë hapësirë që të jetë kandidat për president të Kosovës. Politologu Ognjen Gogić thekson se Ramush Haradinaj është një politikan që nuk është konsistent me fjalët e tij dhe se nuk do të ishte çudi nëse ai devijon nga vendimi i tij për të dhënë dorëheqje nga posti i kryetarit të partisë. Nëse ai qëndron në vendimin e tij, Gogić beson se do të jetë me qëllim të kandidimit për president të Kosovës. Profesori i shkencave politike Basri Muja thot se është koha që Ramush Haradinaj të jap dorëheqje nga posti i kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për shkak të rezultateve të dobta zgjedhore të vitit të kaluar dhe se Ardian Gjini, kandidatura e cilit për kryetar të partisë së shpallur tashmë, është një zgjedhje mirë. Muja deklaron se Haradinaj nuk do të tërhiqet nga skena politike pas dorëheqjes së tij.
Nesër në Serbi moti do të jetë me vranësira dhe i ftohtë me reshet e lehta bora së shiu në disa vende dhe rajonet e ulta dhe bore lehtë në male. Do të fryjë rëdop dhe mesatare nga perëndimi dhe veri perëndimi dhe në Banat dhe Serbin lindore. Temperatura mëngjesi do të sillet nga -1 deri në 3, kurse ajo maksimale ditore nga 1 deri në 5 gradë Celsius.